Kultura dhe sporti si segmenti i saj kanë rëndësi të veçantë për vendosjen e miqësisë, shoqërimit dhe njohjes së vlerave mbarkombëtare për fëmijë në futboll. Këtë qëllim e pati edhe edicioni i 11 me radhë i këtij aktiviteti gjithkombëtar që u mbajt nga data 15 deri më datën 19 tetor në qytetin bregdetar të Durrësit me moton Durrësi 2014, që kishte për bazë vlerat e cekura, por edhe gara sportive ishte si një qëllim që të fitojë më i miri. Edicioni 11 me radhë ishte organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve të Durrësit, por me përkrahjen e Bashkisë së Durrësit dhe në të morën si tradicionalisht pjesë seleksioni i grup moshave U15 të Durrësit, Tetovës, Ulqinit, Pejës dhe Tërnocit. Ideja për organizimin e një manifestimi të madh sportiv, siç është turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë, është rrjedhoi pas ekzodit të shqiptarëve të Kosovës dhe ka karakter të afrimit dhe njohjes në mes vetit të fëmijëve të gjitha trojave shqiptare si bashkëpunimin e të rriturave, udhëhecëve të komunave dhe punëtorëve sportiv nga këto hapësira. Në hapjen solemne të këtij aktiviteti vlen të përmendet se mesazhi vetëm ishte që të falenderohen ato familje të cilët pranuan fëmijë nga të gjitha qytetet. Këtë porosi e bërë edhe koordinatori për qytetin e Tetovës, Muzafer Livoreka. Në emër të Bashkisë së Tetovës, në emër të familjarëve që kanë lojtarë këtu nga Tetova, në emër të sportistëve tetovar, pikës pari falenderoj qytetin e Durrësit që mësoj këtë takim, po ashtu ndihmesën që bën Federata Shqiptare e futbollit, njëkohësisht edhe qendra e fëmijëve Durrës që bën këtë mikpritje i respekt nga këto instanca. Ne mendojmë se Durrësi që bën këtë organizim, mendojmë se pas qytetit Tiranës, si ky qytet, mendojmë se Durrësi duhet të jetë si qyteti i fëmijëve të trojave shqiptare. Dhe ne mendojmë se pos komponentës që fëmijët takon normalisht këto evenimente takon një komponent tjetër, pra janë kryetarët e bashkive dhe normalisht specialistë e sportit. Përfaqësuesit e ekipeve pjesëmarrës pos aktiviteteve sportive patën rastin që të takohen nga drejtuesit e prefekturës së Durrësit, nga drejtuesit e bashkisë së Durrësit, nga drejtoresha e arsimit në bashkinë e Durrësit Lindita Mukaj, si dhe nga drejtoria e qendrës kulturore për fëmijët e Durrësit dhe stafin e tij, si dhe nga koordinatori për Durrës Kujtim Vllamasi. Ka të gjithë këto u shkëmbyen dhurata të ndërsjella. Për të zhvilluar këtë event kaq madhështor, i cili përmban në vetvete misionin e ruajtjes dhe trashëgimisë kulturore, misionin e njohjes dhe e vlerave kulturore, e miqve tuaj këtu, të rinj që do të krijoni, dhe e përcjelljes së mesazhit që fëmijët janë ata që do të bëjnë të ardhmen dhe të jetojnë të lumtur dhe në paqe. Krahas ekipeve në Durrës kishin ardhur edhe zyrtarë të qyteteve pjesëmarrës. Qytetin e Tetovës kësaj radhe e përfaqësoi përgjegjësi i sektorit për veprimtari publike në kuadër të komunës Ahmet Qazimi, i shoqëruar nga stafi i tij. Me rastin e mbylljes së turneut, përgjegjësi i sektorit për veprimtari publike Ahmet Qazimi bëri publikës edicioni 12 me radhë i turneut mbarkombëtar të futbollit për fëmijë do të mbahet në qytetin e Tetovës me moton Tetova 2015, pasi kjo i takon edhe sipas formulës caktuar më parë. Të dashur sportistë, dëshiroj së pari të uroj qytetin e Pejës për fitoren e vendit të parë. Po ashtu, i uroj të gjithë fituesit e shpërblimeve dhe po të dini që të gjithë të cilët në gjenë pjesëmarrës jeni fitues të këtij turneu mbarkombëtar. Fitues do të besin shoqëria juaj, do të besin uniteti ndërmjet juve, sikurse edhe bazat e shëndoshme të cilat jeni duke vendosur në këto aktivitete të bashkë sportive dhe kulturore. Po ashtu, nuk e di të jemi në këtë vim, sikurse çka ishte kursi si vjet, në çka dëshiroj që të falenderojmë kursit për mikpritjen e cilën na bëni të gjithë neve, dhe dëshiroj që të gjithë juve të dëshirojmë mirëseardhje në vitin 2015 me edicionin e 12 të turneut mbarkombëtar të futbollit veteran.
Sa i përket rezultateve në terren të gjelbër, duhet të theksojmë se të gjithë ekipet treguan cilësitë e tyre aq sa dinin dhe aq sa munden. Kësaj radhe fati ishte që të fitojnë trofeun ekipi nga qyteti i Pejës, të cilët dolën fitues me 7 pikë të grumbulluara para Tërnocit që kishin 6 pikë dhe Tetovës në pozitën e tretë me 5 pikë. Ulqinit i takoi trofeu për fair play. Po cili është vlerësimi i aktorëve të drejtë për drejtë këtij edicioni? E smira e këtij turneu është që rifilloi edhe një herë se kishte një frikë që ky turnet nuk do të ketë më jetë në këto fusha, në Pejë, Durrës, Tetovë dhe Ulqin me Bujanovc. Edhe pse entuziazmi e boni të vetëm prapë se prapë hetohen disa dobësi, disa rregullsi në këtë, mirë po e gjitha kalon në atë se jemi bo bashkë edhe sidomos na ka entuziasmuar dhe flamuri shqiptar i 13 tetorit në stadionin e Partizanit. Më bëj qefi që turneu kthehet përsëri me gjithë problemet që kishim në ndurë, do na falin kolegët dhe dashamirësit e këtij aktiviteti, po mos fundi u bë më mbar që ta ristartojmë këtë. Megjithëse jo nivelin e dëshiruar, nivelin e gjithë qyteteve të tjera, po e rëndësishme është që fillojmë dhe të vazhdojmë përsëri në rrugën që kemi pasur. Për realizimin e këtij projekti me karakter gjithkombëtar, si gjithmonë duhet të falenderuar komunën e Tetovës dhe të gjithë ata të cilët në mënyra të ndryshme përkrahën pjesëmarrjen në këtë event të mbarkombëtar. Në asnjë mënyrë nuk duhet harruar edhe vullnetin e mirë të ekipeve të cilët të dhanë gjirje shile për pjesëmarrje të futbollistëve të rinj përpos obligimeve që kishin në garat të vendore. Në veçanti duhet të përmendet pronari i klubit të futbollit Renova Qenani Drizi, i cili pas një hamendje dha leje që futbollistët më të mirë të këtij klubi të jenë pjesëmarrës në seleksionin e Tetovës në Durrës. Falenderime për përkrahje gjithsesi se i takojnë edhe lidhjes futbollistike komunale të Tetovës, mediumeve që pa rezervë përkrahen këtë event, në veçanti televizionit të artë, e cila vazhdon traditën për të përkrahur këtë aktivitet që nga fillimi në vitin 2003 dhe deri më tani.